në Republikën e Maqedonisë së Veriut po keqësohet, ne mundohemi të punojmë për juve. Unë sot nga landa e matematikës, për klasën e 6, unë mësimdhënësi Ramiz Iljazi, nga shkolla fillore Besa fshati Veshall, kam përgatitur njësinë mësimore thjeshtimi i thjesave. Çfarë është qëllimi i kësaj njësie mësimore? Qëllimi i kësaj njësie mësimore është që ju të aftësoni që të lini thjesat me pestim dhe caktoni thjesat të cilat përmbajnë dhjeçe dhe qindçe. I shndroni thjesat në thjesat të pathjeshtuara, do të aftësoni të bëni thjeshtimin e thjesave duke pjesëtuar numëruesin dhe emëruesin me numër të njëjtë, përcaktoni në fund se një thjesë është e pathjeshtuar. Do të thonë, thjesa që të fitoni në fundit, ajo është thjesë e pathjeshtuar. Të shohim si bëhet thjeshtimi i thjesave. Ne kemi thënë se thjesa ekuivalente jetë thjesa që kanë vlera të barabarta, por emëruesi dhe numëruesi të ndryshëm. Për shembull, 1 dita dhe 3 gjashta janë thjesa ekuivalente. Për të gjetur thjesë ekuivalente me thjesën e dhënë, mund të shëmbëzojmë ose pjesëtojmë numëruesin dhe emëruesin me numër të njëjtë. Për shembull, që të fitojmë thjesën 3 të gjashtë, që është ekuivalente me thjesën 1 dita, edhe numëruesin edhe emëruesin e shëmbëzojmë me 3. Që thotë 1 herë 3, 3, 2 herë 3, 6, dhe fitojmë 3 të gjashtë. Ose që të fitojmë thjesë ekuivalente me thjesën 2 të tretat, mund të shëmbëzojmë edhe numëruesin edhe emëruesin me 3. Fitojmë thjesën 6 të nëntat. E kundërta, edhe me pestim mund të fitojmë thjesë ekuivalente. Për shembull, nëse nga thjesa 6 të nëntat e pjestojmë numëruesin me 3 dhe emëruesin me 3, do të fitojmë thjesën 2 të tretat, që thotë 6 të nëntat është barabartë me 2 të tretat. Pra, në këtë rast, kur emëruesi dhe numëruesi pjestohen me numër të njëjtë, themi se thjesa është e thjeshtuar. Ose e thjeshtojmë thjesën. Kur numëruesi dhe emëruesi mëtej nuk mund të thjeshtohen me pjesëtues të barbashkët, themi se thjesa është e pathjeshtueshme. Përkatësisht, ajo thjesë është në formën më të thjeshtë të saj. Të marrim një shembull. Thjeshtoni thjesat e dhëna, për shembull thjesën 5 të 10-tat, 2 të 12-tat, 6 të 8-tat dhe 8 të 24-tat. Që ta thjeshtojmë thjesën 5 të 10-tat, edhe numëruesin edhe emëruesin i pjestojmë me 5. Pra, 5 pjestim 5 bëjnë 1, 10 pjestim 5 bëjnë 2, dhe fitojmë thjesën 1 dytat. Thjesën 2 të 12-tat, që ta thjeshtojmë, më thënë 2 të 12-tat, edhe numëruesin edhe emëruesin i pjestojmë me 2 dhe fitojmë thjesën 1 të 6-tat, që është thjesë e pathjeshtuar. Marrim thjesën 6 të 8-tat. Pra, që të thjeshtojmë thjesën 6 të 8-tat, gjejmë shëmfyshin më të vogël të përbashkët 6-s dhe 8-s, që në këtë rast është 2-shi, dhe pjestojmë edhe numëruesin edhe emëruesin me 2 dhe fitojmë thjesën 3 të 4-tat, që është thjesë e pathjeshtuar. Marrim njëjtin rast thjesën 8 të 24-tat, pasi shëmfyshin më i vogël i përbashkët i 8-s dhe 24-s është 8-a, atëherë edhe numëruesin 8-ën e pjestojmë me 8, edhe emëruesin 24 e pjestojmë me 8. Kur pjestojmë 8 pjestim 8 është 1 dhe 24 pjestim 8 është 3, dhe fitojmë thjesën 1 të tretat. Tash, thjesa që fituam 1 dyta, 1 gjashta, 3 të 4-tat dhe 1 treta janë thjesa të pathjeshtueshme, për arsye se janë në formën më të thjeshtë të tyre. Më thonë, 1 dita më nuk mund të thjeshtohet për arsye se 1shi dhe 2shi si shëmfysh më të vogël të përbashkët ka 1-shin, dhe kur pjestojmë 1 pjestim 1 bëjnë 1 dhe 2 pjestim 1 bëjnë 2, që është 1 të 2-tat. Tani, pasi vërejmë këtë shembull, ne mund të kalojmë në disa detyra. Për shembull, detyrën e parë. Thjeshtoni thjesat e dhëna në thjesat të pathjeshtuara. Me thënë, të marrim thjesën 3 të 12-tat, 9 të 18-tat, 25 të 35-tat dhe 24 të 20-tat. Të marrim thjesën 3 të 12-tat. Ne dim se shëmfyshi më i vogël i përbashkët i 3-shit dhe 12-s është 3-shi dhe pjestojmë me 3. Kur pjestojmë me 3, fitojmë
thyesën 1/4. Por 9 dhe 18, shëmfyshi më i vogël i përbashkët është 9, pjesëtojmë numëruesin me 9 dhe emëruesin me 9. Pra edhe numëruesin e kemi pjesëtuar me 9, edhe emëruesin e kemi pjesëtuar me 9 dhe kemi fituar thyesën 1/2. Tani marrim thyesën 25 të 35. Ne dimë se shëmfyshi më i vogël i përbashkët i 25-s dhe 35-s është 5. Do të thonë pjesëtojmë edhe numëruesin me 5, që pra 25 pjesëtim 5 bën 5, dhe emëruesin me 5, 35 pjesëtim 5 bën 7. Marrim thyesën 24 të 20. Shëmfyshi më i vogël i përbashkët i 24-s dhe 20-s është 8. Pjesëtojmë 24 me 8 që fitojmë numëruesin 3 dhe 20 pjesëtojmë me 8 që fitojmë emëruesin 5. Dhe tash thyesat 1/4, 1/2, 5/7 dhe 3/5 janë thyesa të pathjeshtuara. Kalojmë në një detyrë tjetër, detyra e dytë, pra të thjeshtojmë thyesat 7-21, 80, 30, 100 dhe 48 të 96. Marrim thyesën 7-21. E dim se shëmfyshi më i vogël i përbashkët i 7-s dhe 21-shit është 7. Pjesëtojmë me 7 edhe numëruesin edhe emëruesin dhe fitojmë 7 pjesëtim 7 mbetet 1, 21 pjesëtim 7 mbetet 3. Fitojmë thyesën 1/3. Tani shohim thyesën 8-10. Kur pjesëtojmë shëmfyshi më i vogël i përbashkët i 8-s dhe 10-s është 2, pjesëtojmë, domethënë ta thjeshtojmë këtë thyesë me 2 dhe 8 pjesëtim 2 mbetet 4, 10 pjesëtim 2 mbeten 5. Fitojmë thyesën 4/5. Marrim 30 të 100. E dim se shëmfyshi më i vogël i përbashkët i 30 dhe 100-s është 10. Domethënë pjesëtojmë 30 pjesëtim 10 mbeten 3, 100 pjesëtim 10 mbeten 10 dhe fitojmë thyesën 3/10, që është thyesë e pathjeshtuar. Marrim 28 të 96. E dim se shëmfyshi më i vogël i përbashkët i 48-s dhe 96-s është 28, pasi 28 përmbahet te 96. 28 pjesëtim 28 pjesëtojmë numëruesin, fitojmë numërues 1 dhe 96 pjesëtim 28 fitojmë 2, që fitojmë emëruesin 2. E tash thyesa 1/2 është ekuivalente me thyesën 28 të 96. Tani thyesat që i fituam 1/3, 4/5, 3/10 dhe 1/2 janë thyesa në formën e më të mundshme të saj që nuk mund të thjeshtohen. Shpresoj se me këto shembuj dhe këto detyra unë ju kam ndihmuar sadopak që ju të merrni të bëni mësimzone e kësaj njësie mesimore, pra thjeshtimin e thyesave, dhe ju në përditëri shtëpie në fletore pune faqe 60 keni detyrat 1, 2 dhe 3. Pra të çdo thyesë ngjyrose me ngjyrë të ndryshme, domethënë edhe pastaj varreni cilat janë ekuivalente. Të detyra e dytë keni të tabela vijose që janë thyesa që janë ekuivalente me të detyrën e parë. Tash, pasi kemi ngjyros me ngjyrë të ndryshme në detyrën e parë, atëherë me të njëjtat ngjyra, për shembull me thyesën 1/2, e cila është e barabartë te detyra e dytë, atëherë e ngjyrosni me të njëjtën ngjyrë. Kurse te detyrën e tretë do të shkruani më shumë thyesa ekuivalente, për shembull për 1/2 mund të shohim 2/4, 3/6 e kështu me radhë. Për 1/4 mund të shohim 2/8 e kështu me radhë. 3/4 mund të shohim 6/8 e kështu me radhë. Domethënë vazhdoni që sa më shumë thyesa ekuivalente me thyesat e dhënë të detyra e tretë të gjeni. Ju falenderit për vëmendjen, shpresoj se sadopak ju kam ndihmuar me këtë njësi mësimore. Ju dëshiroj suksese, qëndroni në shtëpi dhe mbroni shëndetin tuaj.